Serbia është futur në panik për para ndeshjes me kombëtaren shqiptare që do të luhet më 11 tetor në stadiumin e Leskovac. Misioni për të parakaluar kuqezinë në renditjen e grupit K, kualifikues për eliminatoret e botrorit, bëhet gjithmonë më i vështirë. Përveç se trajneri Dragan Stojkovic i ka të sigurta 2 mungesa prej kartonëve si Milenkovic dhe Lukic, ai ka edhe një tjetër lajm negativ të cilin e ka marrë këtë të njëjtë. Kosta Nedjelkovic rrezikon që të mos grumbullohet për sfidën e 11 tetorit për shkak të një problemi fizik, duke e lënë mbrojtjen e Serbisë në hall të madh. Lajmin e ka bërë të ditur skuadra e Leipzigut, ku mbrojtësi aktivizohet në Bundesligën gjermane dhe në këtë mënyrë shkon në 3 numri titullarëve që do t'i mungojnë Serbisë në mbrojtje, duke krijuar një grop të madhe që duhet të mbushet me shumë kujdes nga Stojkovic. Media serbe raportojnë se trajneri është duke menduar që të afrojë lojtar të rinj për duelin me kuqezinjt, si Aleksandar Stankovic, i biri Dejan Stankovic dhe Andrej Ilic. Sfida vendimtare që me shumë mundësi do të vendosë vendin e dytë në grupin K do të luhet në stadiumin Dubočica të Leskovacit, pasi Serbia hoqi dorë nga organizimi i ndeshjes në Marakanan e Crvena Zvezdas në Beograd, aty ku pati trazira në ndeshjen me Anglinë, pasi huliganët që mbështesin presidentin serb Aleksandar Vučić sulmuan edhe qytetarët që e kundërshtojnë këtë të fundit. Një nga ndeshjet më të rëndësishme në kualifikueset e Kupës së Botës 2026 do të luhet në muajin tetor. Serbia do të presë në shtëpi Shqipërinë dhe mes tyre do të bëjnë llogaritë fitores, pasi të dyja synojnë të renditen në vendin e dytë pas Anglisë në grupin K. Një duel që vlen më shumë se 3 pikë, vlen për krenarinë e një kombi si dhe ka në dorë fatet e ekipeve për rrugëtimin e tyre në botror. Për këtë përballje ka folur trajneri i Serbisë, Dragan Stojkovic, i cili nga ceremonia e topit të artë theksoi se dueli me Shqipërinë dhe ai me Andorrën për ta janë vendimtar. Ndeshjet kundër Shqipërisë dhe Andorrës për ne ndeshjet e tetorit janë vendimtare për sa i përket kualifikimit për Kupën e Botës. Duhet të jemi gati dhe të tregojmë fytyrën tonë të vërtetë. Duhet të jemi gati dhe të tregojmë gjyrat tona të vërteta. Kohët janë ndryshe tani, futbolli ka ndryshuar shumë, lojtarët sot kanë kushte shumë më të mira stërvitjeje, infrastrukturë më të mirë, luajnë në fusha më të mira, ka theksuar kreu i pankinës së Serbisë.